بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون. Transmetohet nga Ibn Abbas radiallahu anhuma të këtë thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam i takoi një grup udhëtarësh gjatë udhëtimit në mes Mekës dhe Medinës në një vend, faqala, ju ka thënë menil qaum, kush jeni ju? Qalu al muslimun, ata kanë thënë ne jemi musliman. Faqalu, ata thanë men anta, kush je ti? Qala, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Rasulullahi, jam i dërguar i Allahut, sallallahu alaihi wasallam. Farafa'at ilayhi imra'atun sabiyya, një gru e mori një sabi, një fëmijë të vogël, e ngriti me dorën e saj, faqalet dhe tha, ali hadha hajjun, a mund të bën hajj ky? A ka hajj për kët? Qala na'am, u përgjigj pejgamberi alayhi salatu wasallam, po, walaka ajrun, ndërsa ty të takon dhe ti ke shpërblim. Walaka ajrun, dhe ti ke shpërblim. Rawahu Muslim, transmeton Imam Muslimi. Jemi në kapitullin e haxhit, Kitabul Hajj, Bulughul Maram, me komentin e Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Abdullah ibn Abbasi dihet më është djali i Axhës pejgamberit alayhis salatu wassalam, sahabi i nderuar, djali i Abbasit, xhaxharit pejgamberit alayhis salatu wassalam. Rauha është një vend mes Mekës dhe Medinës. War-rakb, një grup njerëzish. Ar-rakb bëhet fjalë 3-4 persona. Apo aqall min 3, apo më pak se 3 persona. Menil qaum, kush jeni ju? Menil qaum, pra, çfarë njerëz jeni? Liyatabayyana amruhum khawfan min an yakunu min al-adu. Që pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur që të qartësohet çështja e tyre, të dihet se kush janë. Pra nga kujdesi që mos janë armiq. Qalu al-muslimun, ata në përgjigj ne jemi musliman. Ej nahnu al-muslimun, wa lam yaqulu nahnu banu fulan. Nga sa ata nuk janë përgjigj ne i takojmë imi filon fisi apo imi filon familja, sepse përgjigja ka qenë që më u qartësu kush janë ata, dhe pyetja ka qenë që më u ditë se kush janë, dhe përgjigja është dhënë ashtu siç është kërku, pra ne jemi musliman. Faqalu man anta, ata i kanë thënë kush je ti? Ka thonë anta, pra kush je ti që po na pyet këtë formë? Ai ka thonë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dërguari i Allahut. Atëherë ka shfrytzuar rastin një grua muslimane, naam walaka ajr, ali hadha, ka thënë a ka hajj për këtë? Ka thënë naam walaka ajr, po dhe ty takon shpërblimi, dhe ti ke shpërblim. Këtu që të mos keq kuptohemi, naam walaka ajr, nuk e ka kjo shpërblimin e plot të haxhit, po kjo ka shpërblim që bëhet sebeb që ky fëmijë me kry haxhin. Jo me kry haxhin, sepse më vonë do të përmendim që është obligim patjetër dhe kutritet me përmbush haxhin, por qëllimi është ky pra do ta ketë shpërblimin e haxhit. Por ti ke shpërblim që bëhesh sebeb që ky e kryen haxhin. Walaka ajr. Naam, ky e ka pra haxhin, dhe ty të takon shpërblimi, por shpërblimi i cili që ti bëhesh sebeb për me kry haxhin. Pra nuk është qëllimi këtu që ti ki 2 haxhe, shpërblimin e dy sigur me kry 2 herë haxhin, por është për qëllim ti ki shpërblim, dhe me thonë që bëhesh sebeb për me kry haxhin. Min fawaid hadha al-hadith, nga dobit e këtij hadithit është أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عمن لقيه إذا كان يخاف أن يكونوا أعداء. Është krejtësisht e ligjshme, është e drejtë e udhës që njeriu
nëse ka frikë, duhet ketë kujdes nga armisht, mund të pyetësh, sepse ka thënë menil qaum, kush janë pra ky popull, ta njerëz. E dyta, ennehu yanbaghi lil insani an yakuna yaqadhan ya'khudh hidrahu. Njeriu duhet jetë vigjilent gjatë rrethanave, pra kur ka pa siguri, me qenë i kujdesshëm. La yahsin dhann bi kulli had. Nuk duhet me pas mendim të mirë për gjithë secilin. Është pjesë e naivitetit që njeriu t'i besoj çdo njerit. Është pjesë e naivitetit që njeriu t'i besoj gjithë secilit. Fihi dalilun ala anna al-insana yujibu bihasabi ma yadhunnuhu min muradi as-sa'il. Pra ata janë përgjigjur, këto është argument që duhet përgjigjesh sipas pyetjes që të bëhet, sepse ata nuk janë përgjigj nahnu min Tamim, ne jemi prej Tamimit, familjes Tamim, ne jemi prej Khuza'a, ne jemi Hashim, min Bani Hashim e kështu me radhë. Hirsu sahaba ala sual. Nga ky hadith mësojmë se sa të interesuar kanë qenë sahabët, gjenerata në të cilën ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me pyet për çështjet fetare. Pra kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për çështjet e fesë së tyre. Prej dobive të këtij hadithit është anna sawt al-mar'ati laysa bi'awra. Zëri i gruas nuk është avret. Anna sawt al-mar'ati laysa bi'awra. Pra zëri i gruas nuk është avret, sepse ajo ka pyet pejgamberin alayhissalatu wassalam. Dhe në mesin e tyre ishte që dëgjonte këtë fjalë apo këtë pyetje ishte Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Që do të thotë se vëllezërit të cilët janë të udhëzuar dhe janë pra me përkushtim ndaj Kuranit dhe Sunetit, nuk duhet me qenë ekstrem dhe me qenë aq shumë me ranë siklet nëse në një moment saktuar bisedon me një femër apo kërkohet nevoja e një bashkëbisedimi. Fala takhda'na bil qawli. Fala takhda'na bil qawli, thot Allahu në Kur'an, kuptimi i ajetit, ju drejtohet femrave. Mos e ndryshoni zërin, pra mos e bëni zërin provokues, pra me çeshje, me provokime, fa yatma alladhi fi qalbihi marad, që të ndikojnë zemrën atij që ka smundje. Wa qulna qawlan ma'rufa, dhe thuni fjalë të mira. Ktu ajeti nuk po thot mos flisni me burra. Nuk thot ajeti një femre që s'lejohet në Islam me komuniku me një, me pas bisedë për një çështje me burrin, pra me një mashkull musliman, por fala takhda'na bil qawl. Mos e luhatni zërin, mos e bëni zërin provokues, se ai i cili pra në zemrën e tij ka smundje mund të dish në zemrën e tij, por thuani fjalë të mira. Dobi tjetër në saghir la yajib alayhi al-hajj. I vogli sabia nuk e ka obligim haxhin. Ali hadha, për këtë ka thonë ajo grua, a ka edhe për këtë, pra mund ta kryj, a mund ta fus edhe këtë me kry haxhin. Por kur themi me kry nuk ka për qëllim që me kry obligimin. Por ali hadha hajj. Prej dobive është se në sabi dhe ahram, sabia kur të hynë në haqë, pra në regullat e haqit, lazimehu me jelzimu al-balig min ahkamil haqë. E ka atëherë për obligim që me i respektu regullat, ashtu si që ka i madhi. Këtu ka një çështje, Shekhu Themini Rahimullah e sqaron. Nëse një familje pra ka një fëmijë me vete dhe ka vendosur mja vesh ihramin edhe bon jetën edhe fut në ritualet e haxhit. Por fëmia lodhet gjatë haxhit, edhe ndërpren haxhin. Pra në Arafat apo në Muzdalifa apo para se me hin Arafat, kështu më radhë. A duhet patjetër me plotësu haxhin, sikur pra një grua e rritur, pra që vjen cikli edhe ndërprehet haxhi, pastaj ka obligim plotësimin e haxhit, apo me që është fëmijë, njëti është bo, aty mbyllet.
Përgjigja, thot Sheikh Uthaymeen rahimullah, fi hadha lil ulama'i qawlan. Në këtë mesele dietarët kanë dy mendime. Shumica e dietarëve thonë akthar ahli al-ilm yalzimuhu itmam al-hajj. Duhet me plotsu haxhin. Edhe pse është lodh pas një kohe duhet me krye ato rregullat e haxhit. Sepse nafl al-hajj يجب إتمامه على البالغ فالصبي فهذا الصبي الحج في حقه نفل. Pra tani ky ka filluar nafile, mirë po ka obligim për me përfundu. Wala shakka an hadha qiyas lahu wajhu min an-nadhar. Në një aspekt, thot Sheikh Uthaymeen, ky është një mendim i fuqishëm. Por thot qaul Abi Hanifa, mendimi i Ebu Hanifes, i mëdhëbit Hanefi, është më i saktë. Është më i saktë dhe më i fuqishëm. Për çfarë? Sepse mëdhëbi Hanefi, Ebu Hanife, thot që fëmia nëse ka fillu rregullat e haxhit, pastaj është lodh apo e ka ndërprer, nuk e ka obligim, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë rufi al-qalamu an thalatha, është ngrit lapsi për 3 persona, në mesin e tyre është as-sabiyyu hatta yablugh. Sabia derisa të hin moshën e pubertetit. Dhe thot Sheikh Uthaymeen rahimahullah, walladhi yadhharu li an al-wali yahris ala itmami. Njeriu përgjegjësi duhet mundohet me kry sa më mirë nëse ka marrë fëmin me to, por idha ajaza fala yalzim at-tiflu shay. Atëherë nëse nuk mundet fëmia, atëherë nuk ka kur farë përgjegjësie. Wa hadha al-qawl huwa alladhi yamilu ilayhi sahibu al-furu wa ana amilu ilayhi aidan. Do të thot se edhe unë jam i këtij mendimi. Dhe për shembull e bën një krahasim sikur fëmia me vra gabimisht dikon. Pra, një fëmijë i vogël me vra dikon gabimisht. A ka kefara për ta? Nuk ka kefara, sepse është i vogël. Ky është sa i përket këtij hadithit pejgamberit alayhis salam. Po ashtu një mesele shumë të rëndësishme e përmend Sheikh Uthaymeen rahimahullah. ولكن الصحيح أن أجر الحج له لكن لأمه التي تولت الحج به أجر. Po ato që përmendëm më herët, se as-sahih an ajr al-hajj lahu, shpërblimi i haxhit është për fëmin. Por për nënën e cila ka marrë përgjegjësinë për me kry apo prindi, ai ka shpërblim. Walam yakul laka ajruhu, dhe nuk ka thënë se ti e ki shpërblimin sikur ai. Një mesele tjetër që përmend Sheikh Uthaymeen rahimahullah, të njëjti i fëmisë, zakonisht ata të cilët shkojnë dhe kanë një fëmijë dhe vete, nëse fëmia është krejtësisht i vogël dhe nuk kupton, e bën njëtin për të. Pra, e bën njëtin për këtë fëmijë. Nëse fëmia është në moshën, pra që mund të kuptoj 6 vjet, aty do të thonë diku kur kupton, atëherë ja qartëson dhe ai e shqipton e bën njëtin e vet. Tani e përmend Sheikh Uthaymeen rahimahullah një mesele. هل يستفاد من الحديث أن الذكر والدعاء في طواف ليس بواجب؟ لأن الطفل غالبا لا يحسن أذكار الطواف. A kuptohet, a mund nxjerrim nga fëmia i cili bën tavafin? Atëherë ne neve po na qartësohet se atëherë për dhikri në tavaf nuk është obligim. Përderisa fëmia nuk di me bë dhikr, atëherë apo lutje nuk është kusht i tavafit. Dhe kjo është e sakta. Walladhi yadhhar an ad-du'a wa adh-dhikr fi at-tawaf laysa bi-shart. Pra nuk është kusht duaja dhe dhikri në tavaf. Idha ahdatha as-sabi, nëse fëmia gjatë tavafit e prish abdesin. Një mesele pra, nëse fëmia gjatë tawafit e prish abdesin. Idha ahdatha as-sabiyyu fi athna' at-tawaf, fa hal yalzam waliyuhu an yadhhab bihi wa yuwaddi'uhu? Këtu edhe mësojmë një mësim të madh që sa kemi nevojë për fik. Sa kemi nevojë për fik ne më mësu.
Thot Sheikh Udhaymeen, taharatul hadath ala al-mashhuri inda akthar ahli al-ilm shartun li sihhati at-tawaf idha kana mumayyizan. Shumica dietarëve vinë në një përfundim dhe thonë se ai i cili është mumejjiz, fëmijë që di me kontrollu, di me dallu të mirën dhe të keqen, e ka qartë që është tavaf, të i bo tavaf rreth Shabes, nëse e prish abdesin e ka obligim dhe është shtyll, është kusht për me qenë rregull tavafi. Ja ta çfarë thot Sheikh Udhaymeen. Walladhi yadhhara li annahu fi hadhihi al-hal la yalzamu an yakhruja bihi wa yuwaddi'uhu lil-mashaqqah. Ajo thot që mu më duket e qartë dhe është e drejtë dhe është e saktë se në rrethana të tilla është e vështirë në kohë të haxhit me marrë fëmin, me shku me marrë abdes dhe mu kthy prap. لأنه ربما لو رجعنا به لا أحدث مرة أخرى. Taman pas gjitha asaj lodhje marrim fëmin dhe shkojmë mërë abdes, kthehet prap në shaut al-awwal, rreth rrotullimin e parë apo shaut al-awwal e prish prap fëmia abdesin. Është diçka e vështirë. Madje thot Sheikh Udhaymeen, وهذا في مشق ولا سيما في أيام الزحام الشديدة. بل أنا أرى أنه في أيام الزحام الشديد إذا أحدث البالغ وعجز عن الخروج، بمعنى أنه يشق عليه جدا أن يخرج ثم يرجع فإن طوافه الصحيح. Thot Sheikh Udhaymeen rahimahullah, kuptimi i asaj që lexuam është, thot se edhe për ata të cilët janë pra të rritur, edhe nuk kanë mundësi apo kanë vështirësi për shkak të turmës së madhe, njerëzve të shumë që janë. Thot, tavafi është në rregull edhe nëse prishet abdesi. وذلك لأن الأدلة, nga se argumentet të cilat kanë ardhur që për të qenë tavafi i kushtëzuar, lejse bi sahih marfua, nuk janë sakta, dhe ato tjera të cilat kanë ardhur saj nuk janë të qarta. Prandaj, la siyama fi ayam az-ziham ma'a dha'f ad-dalil wa ad-dalala. Ky është një mendim që e përmend Sheikh Udhaymeen rahimahullah. Wa anhu, po ashtu transmetohet nga Abdullah ibn Abbasi, hadith tjetër, قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ka qenë hipur mbi deve Muhamedi alayhi salatu wasallam, pas tij ka qenë Abdullah ibn Abbasi. Radif i bjen kur ulet prapa. فجاءت امرأة من خثعم, ka një grua min Khatham, nga Khatham. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. الفضل فضل ibn Abbas, vllavi i Abdullah ibn Abbasit. Transmeton këtë hadith kush? Abdullah ibn Abbasi. Se vllavi i tij Fadli ka qenë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, që të jemi më të qartë. Pra al-Fadl ibn Abbas, ky është vlla më i madh se Abdullah ibn Abbasi. Dhe ka ardhur një grua e cila e ka shiku Fadlin dhe ajo dhe Fadli e ka shikuar atë. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kap kokën e Fadlit dhe e ka kthy nga ana tjetër. فقالت يا رسول الله, ajo i ka thënë dërguari i Allahut, إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. Në momentin që është bë obligim haxhi, prindi im ka qenë shumë i moshuar. La yathbutu ala ar-rahilati, nuk ka mundësi me qëndru në udhtim, pra mbi deve. Atha ahujju anhu, a o mund ta kriju në haxhin për të? Qala na'am, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë po. Wa dhalika fi hajjati al-wada', dhe kjo ka ndodhur në haxhin lamtumirës. Ka ardhur kjo gruaja, kush është kjo gruaja? Murad hadhi mubhama. Grua kur thuhet është e panjohur. ولا يهمنا أن تكون مبهمة أو معينة. Dhe neve nuk na intereson kjo çështje. Min
Khath'ama, fani, pra kabile e njohur, nga kjo kabile e njohur. Ka qenë tradit kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, gratë kanë mbuluar edhe fytyrën. Pra, pothuajse edhe për 3 shekujt e fundit në shtetin e Arabisë Saudite, shumica dërmuese e grave në mënyrë absolute kanë pas mbulimin e fytyrës. Dhe në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qenë edhe mbulimi i fytyrës te gratë muslimane. Li'anna hadha huwa al-mashru' fi al-ihram al-mar'a. Mirë po në hax e kanë zbulu fytyrën në momentet të caktuara, sepse në ihram duhet të jenë të zbuluara fytyra dhe e femrave dhe duar deri tek pra nyjet e dorës. Dhe për këtë ajo ka ardhur idh lam yakun indaha rijalun najani, përderisa s'ka pas meshkuj përreth saj, Dhakar ibn al-Hajar al-Asqalani. Pra pedini ka një grua e cila me fytyrë të zbuluar dhe Fadli e ka shikuar Fadlin. Pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ja ka kthy kokën dhe ka bisedu pejgamberi alayhis salatu wassalam. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, anna min khasa'is an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nga veçoritë që i ka pas Muhamedi alayhis salatu wassalam, annahu yajuzu lahu min an-nadhar ila al-mar'a. Lejohet që me e shiku pejgamberi alayhis salatu wassalam, një femër pra, me bisedu an-nadhar, është për çfarë me komuniku me ta. Wal khalwatu biha, edhe mu veçu. Ma la yajuzu li ghayri. Ajo që nuk i lejohet një burri tjetër. Wa hiya tuqabil an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo para pejgamberit alayhis salatu wassalam po flet. Walakin al-Fadl radiyallahu anhu wa kana radif an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka qenë ulur prapa pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kana shaban wasiman, ka qenë djalosh i ri edhe ka qenë i plot, gjemilen, ka qenë i bukur. Fa ja'al yanzur ilayha wa tanzur ilayhi. Dhe kanë filluar me shiku njëri tjetrin. Wa nadhara rajulun shabun li imra'atin wa hiya tubadilu an-nadhr yukhsha wa nadhru rajul, shikimi një burri i ri me shiku një femër, yukhsha minhu al-fitna mahma kana al-insan. Pra sot që njeriu të është i devotshëm apo femra të është e devotshme, njeriu duhet është njeri dhe kur ka mundësi të fitnes duhet të ruhemi. Walakin an-nabi sallallahu alaihi wasallam sadda hadha al-bab, e ka mbyll këtë derë. Fa ja'ala yasrifu wajha al-Fadl ila ash-shaqq al-akhar. Dhe ka kthy fytyrën e Fadlit në anën tjetër. Walam ya'mur al-mar'a an tughatti wajhaha. Dhe nuk e ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë Sheikh Udhaymini, nuk e ka urdhëruar me mbuluar fytyrën. لأن المشروع في حق النساء الكشف عن وجوههن في حال الإحرام. Sepse ato kanë të ndaluar në kohën e ihramit me pas mbuluar fytyrën. Tani thot sheku, hal yanzur ilayha ila dhati jismiha aw ila wajhiha, a ka shikuar Fadli fytyrën e saj apo trupin e saj? Mund të jetë ajo, mund të jetë kjo. وجعل النبي قالت يا رسول الله, ka thënë i dërguari i Allahut, inna faridat Allahi, pra Allahu ka bërë obligim haxhin kohën kur prindi im është i moshuar. An al-aya wan-nass alladhi fihi al-farida, pra argumenti kur ka ardhur për obligueshmërinë e haxhit, kjo ka ndodhur pasi që ai ka rrit moshën e shtyrë të jetës së tij. Sumjet hajjet al-wada, pse është quajtur haxhi lam tumirës? Sepse fjala pejgamberit sa këtë haxh ka thënë la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Mund që të mos takohemi ne pas këtij viti. Pra kjo fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është fjala përmbyllëse dhe lamtumirëse dhe më nuk është kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. وهذا الحديث يقول فيه ابن عباس, te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë nga Muzdalifja në Mina këtë sahabi Fadlin, ka qenë i ri. Po ashtu e ka marrë Usame ibn Zeidin prej Arafatit Muzdalife. Kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 30 sahabeve. Apo Jabir ibn Abdullah
e ka marrë, ja ka ble deve pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe ai ka thënë me kush që më shku deri në Medinë, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam fund kur ka në Medinë ja ka dhënë edhe deven, ja ka dhënë edhe parë. Kështu o sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët e ri. Dhe i ka thënë khudh jamalak wa darahimak fa huwa lak. Pra merre deven tënde, parën tënde, këtë tua. Prej dobive të këtij hadithi është gjawaz al-irdaf ala ad-daba. Lejohet me ul pra dy njerëz mbi deve, apo gomar, apo kal. Irdaf, pra përdorë disa herë në hadith kjo. Ju e dini pra që gjatë udhëtimit, lodhje, dhe ato kanë qenë jetët e udhëtimit. Por, me kush që në të kunë daba qawiyya, që kafshat jetë e fort, qadiratun ala tahammul, e fuqishme për tahammul e rëdif, فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرداف يشق عليه فإن ذلك لا يجوز. Nëse është deveja apo kafsha e dobë dhe nuk ka fuqi, pra nëse ngarkojmë më shumë se sa mund t'i përballoj kafsha, atëherë kjo nuk lejohet. Me cilin e marrim argument inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay. Allahu ka urdhëruar me u bë mosil mirë në çdo gjë. Për dobive të këtij hadithi anë talabul ilm la yahtassu bir-rijal. Kërkimi i diturisë nuk veçohet me burra. Pra, sahabët kanë kërku dituri, adem gjawaz an-nadhr ar-rajul ila al-mar'a, nuk lejohet me shiku, pra adem gjawaz nadhr ar-rajul ila al-mar'a. Pra nuk lejohet njeriu me shiku një grua, duhet me qenë i kujdesshëm. ولهذا عام لا يجوز له أن ينظر المرأة. نقول هذا الحديث يدل على العموم. Pra, ku është qëllimi? I përgjithshëm është ky hadith, që njeriu duhet ta ruaj shikimin. Këto ishin disa argumente për sonte. Kaq do mjafton inshallah me këtë ders të sontit. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad.